Jemi rikthyer në studio për të vazhduar me pjesën e parë të emisionit, diskutimin që do të kemi sot siç paralajmërova për dhunën në familje, që është një dukuri që vazhdon të jetë shqetësuese në vendin tonë dhe sipas një studimi pra që është bërë nga grupi për studime juridike dhe politike, nga dhuna në familje del se 75% e viktimave janë gra, një shifër mjaft e lartë, një fenomen që po vazhdon të jetë në vendin tonë, pra një dukuri shumë negative në fakt, që vazhdon në vendin tonë dhe që shifrat të tilla janë mjaft shqetësuese. Për diskutuar për këtë temë, unë kam kënaqësinë që në studio kam Liridon Salihi nga grupi për studime juridike dhe politike. Mirë se erdhe Liridon. Faleminderit shumë. Po ashtu me mua në studio është edhe Besarta Breznica nga Rieti i Grave. Besarta, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Pra, shifra mjaft shqetësuese, një studim që tregon se viktimat kryesore të dhunës në familje vazhdojnë të mbesin gratë, madje edhe me një përqindje mjaft të lartë. Ndalesha fillimisht tek ulëmtimi që keni bërë, si është zhvilluar ulëmtimi dhe si keni arritur deri në këtë rezultat? Po, GLBS dje ka publikuar raportin sa i përket ose analizën sa i përket çështjeve të rasteve të dhunës në familje në Kosovë gjatë vitit 2025. Kjo analizë është bazuar në të dhëna zyrtare të marra nga Policia e Kosovës, prokurori i shtetit dhe nga gjykatat, si edhe nga monitorimi jonë sistematik që ja bëjmë gjykatave në nivel vendi. Sipas të dhënave që ne kemi pranuar nga Policia e Kosovës, rezulton se kemi 2815 raste të raportuara në vitin 2025. Nga këto raste kemi 2836 viktima të dhunës në familje dhe ashtu siç e theksuat edhe jo, rezulton se 75% e viktimave të këtij fenomeni negativ janë gratë. Pra, dhuna në familje në Kosovë është duke u karakterizuar me dhunën ndaj grave, prandaj edhe kërkohet një politikë më ndryshe dhe një politikë më e avancuar sa i përket mbrojtjes së grave nga një fenomen i tillë. Ajo që ka nxjerrë raporti është që dhuna në familje po vlerësohet si një fenomen të jetë shqetësues në Republikën e Kosovës dhe nuk po përjashton asnjë kategori, asnjë grup mosh. Pra, sipas të dhënave që ne kemi pranuar nga Policia e Kosovës, rezulton se edhe të miturit, po edhe personat e moshës së shtyr, përfshirë edhe moshën e mesme, të gjitha grup moshat janë të involvuara ose të përfshira në dhunën në familje, qoftë si të dyshuar ose edhe si viktima. Raportin nxjerr që kategoritë ose grup moshat që janë më shumë të prekur nga fenomeni i dhunës në familje janë grup moshat nga 20 deri në 40 vjeç. Pra, këtu kemi numër më të madh të qoftë viktimave ose edhe të dyshuarve për dhunë në familje. Tutje sa i përket rasteve nga Policia e Kosovës, më pas ne kemi kaluar edhe të rastet që kanë kaluar në prokuroritë themelore në nivel vendi dhe rezulton se ato kanë treguar një efikasitet të lartë sa i përket trajtimit të këtyre rasteve duke ngritur prej kallëzime penale në akt akuza. Po ajo një shqetësim tjetër që nxjerrë raporti është që politika ndëshkimore që është tashmë që aplikohet nga gjykatat është një politikë tepër e butë ndëshkimore dhe vënë thekë se vetëm 14% e të akuzuar për dhunë në familje dënohen me dënim siç e parashë Kodi Penal i Republikës së Kosovës, duke bërë kështu që shumica dërmuese e aktgjykimeve ose të akuzuar për dhunë në familje të morrin dënime qoftë me gjobë ose edhe dënime me kosh. Prandaj politika ndëshkimore që po aplikohet nga ana e gjykatave në raport me kryesit e veprës penale të dhunës në familje, vlerësojmë që është ajo që po e shtyn më shumë ndoshta këta dhunues që të vazhdojnë dhe ky fenomen të jetë në rritje në vendin tonë. Pra, bazuar edhe në këto dhëna pra që sjell studimi që ju përmendet, çfarë mund të themi që dhuna në familje, respektivisht pra dhuna ndaj grave, sepse po del që është kryesore dhuna ndaj grave, me 75% të viktimave gra, është në aspektin ligjor, pra në aspektin nga organet e rendit që duhej të ishin si mburoj për to, mendon që po trajtohen si raste emergjente apo është bërë tashmë një rutinë që kalojnë sipërfaqësisht, nuk arrin të trajtohen siç duhet, të kalohen, lihen anash dosjet, si vlerësoni? Është rëndësishme të theksohet se edhe nga raporti si e gjetur del që institucionet, përfshirë të policinë, prokurorinë, po edhe gjykatat, e kanë në planet e tyre, e kanë me prioritet trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Pra, si prioritet janë për këto institucione, mirë po ne po themi se sa po ofrojnë këto institucione siguri për viktimat e dhunës në familje dhe në anën tjetër sa po i ndëshkojnë për persona që po i kryjnë këtë vepër penale.
Prandaj thash si prioritet në planet e tyre strategjike, si policia, si prokuroria, ashtu edhe gjykatat i trajtojnë me prioritet rastet e dhunës në familje, por qëllimi mbetet e pjesa e mosës ndëshkuese ndaj personave që kryejnë këtë vepër penale. Pra, problemi është tek masa ndëshkuese. Masa ndëshkuese. Po, Besarta, çfarë mendon, pse një numër kaq i madh, që realisht duket se gjithmonë bëjsim me shifra shumë të larta kur bëhet fjalë për dhunën ndaj grave? Pavarësisht që shohim një rritje të raportimit gjatë viteve të fundit të dhunës në familje në institucionet kompetente, puna jo në terren dhe puna organizatave anëtare të rrjetit të grave në terren gjithmonë tregon që ky numër nuk është krejt real. Ajo se çka na përballemi në terren është një numër shumë i madh i rasteve të dhunës në familje, mirë po të cilat ende nuk raportohen. Përveç kësaj është një numër i cili vazhdon të raportohet, mirë po në asnjë moment nuk mund të themi që kemi rritje të numrit, sepse shifrat në terren janë shifra të tjera. Kurse në anën tjetër vlen të përmendet që gratë dhe vajzat tashmë janë më shumë të informuar për të drejtat e tyre dhe kërkojnë të drejtën e tyre duke raportuar dhunën në institucionet kompetente. Mirë po mbetet një sfidë e madhe trajtimi i rasteve të dhunës në familje nga institucionet përgjegjëse, duke filluar nga policia, vazhdojmë tutje të qendra për punë sociale, te prokuroria, mbrojtës të viktimave dhe përmbyllëve me gjykatën. Pavarësisht që gratë shohin një dritë ku ato munden me kërku ndihmë dhe me raportu raste të tilla, prap trajtimi i tyre në institucione nuk është trajtim adekuat që viktimat e dhunës në familje ishin dashur me marr. Një gjë shumë problematike mjafton të mbetet mendësia e institucioneve, që është një mendësi patriarkale që e arsyeton dhunën në disa momente dhe nuk sheh ndonjë vepër penale për të ngrit akt akuz. E në raste të tjera ka raste kur edhe institucionet përgjegjëse tentojnë që të demotivojnë gratë të vazhdojnë tutje me ndjekje penale edhe të hapin lëndën. Përveç kësaj, viktimave shpesh herë ju flitet për rehabilitim edhe reintegrim nga institucionet që e shohin si një fushë e cila nuk ka zgjidhje, edhe në anën tjetër gratë demotivohen që të vazhdojnë tutje me të drejtën e tyre. Pra, nga studimi për cilin po diskutojmë sot, po del që kryesisht pra mosha e grave të cilat kanë përjetuar dhunë në familje është nga 20 deri në 40 vjeç. Pse mendoni që është pikërisht kjo moshë? Po tash, kjo mbetet një prej moshave që është raportuar më së shumti në institucionet kompetente, mirë po nuk mundojmë me thonë që moshat e tjera nuk ekziston dhuna ose nuk po ndodh, sepse dhunat ekziston në të gjitha moshat. Do me thonë, rrjeti i grave të Kosovës ofron ndihmë juridike falas dhe këshillim ligjor për viktimat e dhunës në baza gjinore dhe na kemi raste të shumta të cilat janë 65 vjet e tutje, të cilat përjetojnë dhunë në familje. Mirë po, raportimi mbetet i ulët në mosha të tilla, për shkak që shpesh herë nuk shohin që ka zgjidhje tutje se çka me bë kur e raporton një dhunë. Mbetet varësia ekonomike, mbetet një prej sfidave më të mëdha në raportim të dhunës, edhe tutjeve që vendosin me jetu në ambiente të tilla të cilat janë abuzive. Kryesisht ajo që shohim ku qalojmë më shumë është tek dhënia e dënimeve meritore. Shumë shpesh shohim që personat të cilët kanë bërë dhunë në familje, pra janë edhe përsëritës që pavarësisht që nëse kanë marrur një dënim, ata prap kanë vazhduar të bëjnë të njëjtin veprim, pra të kenë dhunë në familje. Pse ndodh një gjë e tillë? E para veç duhet ta theksoj, pse edhe viteve të kaluara ka bën një raport të tillë sa i përket çështjes së trajtimit të rasteve të dhunës në familje nga ana institucioneve. Ndërsa e interesante e këtij raporti është që nuk kena mujt me analizu direkt edhe gjykimet e gjykatave sa i përket të rasteve të dhunës në familje për shkak të një udhëzimi administrativ që ka nxjerrë Këshilli Gjyqësor i Kosovës, sipas cilit ndalohet publikimi i këtyre aktgjykimeve. Rrjedhimisht kjo na mohon neve si shoqëri civile me po dhe me analizu se çysh ka ardhur deri te caktimi i një dënimi për një person që ka qenë i akuzuar për dhunë familje, pastaj me po se a ka qenë recidivist ky person dhe për pjesën tjetër sa i përket mënyrës se çysh është gjykuar rasti i tillë. Pra këto elemente kanë bërë që edhe te analiza në farë forme kjo mbyllja e gjyqësorit e pengon edhe me po tamam edhe gjendjen reale çysh po trajtohen rastet e dhunës në familje. Në anën tjetër KGK ka edhe një databazë të vete, mirë po sipas databazës që ne kemi marrë dhona nga ajo, rezulton që ajo ka nevojë për me bëni përditësim edhe me përmbajtje edhe dhona të tjera përveç atyre që i kanë përfshirë këtu edhe çështjen e
e recidivizmit. Është për të ardhur keq, po them që Kosova nuk po arrin, përkatësisht gjyqësori i Kosovës nuk po arrin që të aplikojë një politikë adekuate ndëshkimore në rastet e tilla. Një nga gjetjet e raportit është që gjykatavi mesatarisht ju ka ndarë 281 ditë për me trajtu në rast të dhunës në familje, ndërsa prokurorive 34 ditë, po ndodhë që këtu raste tash trajtohen me prioritet edhe mune me pas një kohë zgjatje më të shkurt, mirë po në përgjithësi del që kemi 281 ditë për një trajtim të një rasti të kësaj natyre. Por nëse do të kishim një vendim i cili do të ishte vërtet meritor dhe i përgjigjej situatës konkrete, pastaj do të mund të arsyetojë edhe kjo pjesa e 280 ditëve. Por që në përgjithësi, këtu mundet më rritë efikasiteti edhe më i madh e gjykatave për shkak se del që dikon rreth 85% e personave që akuzohen për dhunë familjeve që pranojnë fajësinë qysh në shërtim fillestar. Prandaj kjo do të ishte një hap i cili do të bënte që gjykatat të tregonin një efikasitet hala dhe më të lartë në raport me këto raste. Dje në konferencë kemi pas një panel përfaqësues nga zyra e prokurorit të shtetit, po ashtu një gjyqtar nga gjykata e apelit dhe nga policia e Kosovës, po ashtu edhe pjesë të rrezës kanë qenë edhe prokuror, gjyqtar, zyrtar të mbrojtjes dhe ndihmës viktimave, po ashtu përfaqësues të QPS-ve, organizatave të shoqërisë civile dhe kemi dashje me shpërfaqë komplet me ku po dështojmë si shtet në raport me trajtimin e këtyre rasteve të dhunës në familje. Gjatë kësaj konference dënë pa dhe një çështje tjetër që përveç mungesës së dënimeve, po flasim këtyre kryesore, ende prokurorit dhe gjykatat në një farë forme nuk kanë filluar që të aplikojnë në mënyrën e duhur dhe dënimet plotësuese ndaj kryesve të dhunës në familje, që paraqet edhe një shqetësim shtesë. Siç e dini, edhe Kosova në aspektin e mos implementimit të ligjeve ka bënë histori të vetën, duke përfshirë këtu dhe ligjin për hollkat elektronike, që ka qenë çështja e mbikëqyrjes elektronike të këtyre personave, një ligj i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2015 dhe fatkeqësisht ka filluar mos zbatuar veç në fund të vitit 2024. Do me thonë këti ligji u ka ndosht 9 vjetë për me qëndru, për mos më apliku asë njëherë dhe thjesht tashmë ka filluar në fund të vitit 2024 aplikimi për herë të por një ligji cili normalisht do të duhet që të ishte i aplikueshëm që nga viti 2015. Pra, në përgjithësi vrejet që Kosova e ka një kornizë të mirë, qoftë edhe ligjore, qoftë edhe institucionale, sa i përket mbrojtjes dhe parandalimit të dhunës në familje, por që sfida kryesore mbetet thash të vullneti institucioneve për me punu bashkë edhe me koordinu bashkë kundër këtij fenomeni dhe e dyta është që implementimin e praktikë i legjislacionit lë shumë për të dëshiruar. Besarta, çfarë mund të themi? Pra përmende në fillim që ka ndryshuar, pra situata tani dhuna raportohet më shumë. Kryesisht përmendem pra dhe moshat më të reja, por tek moshat më të vjetra pra kemi një ngjesi kjo ndoshta edhe nga çështja e mentalitetit, por në përgjithësi çfarë mund të themi pra gratë e dhunuesa viktimat kanë më shumë frikë themi nga dhunuesit apo nga sistemi, nga mënyra se si funksionojnë ligjet në vendin tonë, ku ne shohim që një person lirohet, nuk merr me dënim meritor ose zbaritet jashtëzakonisht shumë procedura. Shumë prej viktimave të dhunës në familje dhe kryesisht viktimat e dhunës në bazë agjore nuk janë shumë mirë të informuar mbi procedurat ligjore që një viktim do t'i kaloj nga momenti i raportimit deri në finale. Përveç kësaj, një gjatë tjetër e cila i pengon gratë që ato të raportojnë dhunën është prapë mentaliteti patriarkal që gratë gjithmonë duhet me rujt sistemin e familjes, edhe duhet me qëndru së bashku, edhe deri diku për hatër të fëmijëve ose për hatër të dikuj tjetër me qëndru bashkë në ambientet të tilla. Kështu që kjo është një pjesë sfidave për cilën gratë nuk e raportojnë dhunën. Përveç kësaj ka edhe problematika të tjera, që thash edhe më herët, është varësia ekonomike, gjë që i lën gratë me jetu në ambiente abuzive. Vlen të përmendet që kur ndodh dhuna fizike në një ambient familjar, viktima në fjalë ka qenë viktime dhunës psikologjike dhe dhunës ekonomike për vitet të tona. Përveç kësaj, gratë nuk trashëgojnë trashëgimi ende në Kosovë. Shifra e trashëgimisë është shumë e ulët që gratë e marrin në Kosovë. Kështu që përderisa nuk është një plan në të cilën gratë mundet me rimarr veten, është mjaft problematike me shku dhe me raportu dhunën. Vlen të përmendet që
familjet nuk janë as pak mbështetëse në raste të dhunës në familje, edhe ka sfida të shumta me të cilat gratë përballen kur tentojnë të raportojnë një rast të dhunës. Përveç kësaj, padyshim që ndikojnë edhe dënimet e ulta. E kemi përmendur shpesh herë që dënimet në raste të dhunës janë më të ulta që ekzistojnë. Ka raste kur dhunuesi dënohen me kusht, ka raste kur dhunuesi dënohet me 50 euro gjob. Edhe normalisht dënimet e tilla janë mjaft dekurajuese për viktima që ato të kërkojnë të drejtën e tyre dhe janë në anën tjetër i motivojnë dhunuesit që ata të përsëriten vepra të tilla. E përmendi Liridoni më herët ligjin për BLZ edhe e përmendi që tashmë ka hyrë në fuqi, mirë, por prap nuk zbatohet ky ligj tek të gjitha rastet e dhunës në familje dhe tek të gjitha rastet të cilët kanë urdhër për mbrojtje, aplikohet vetëm të disa që mendohet që kanë rrezikshmëri më të lartë. Përveç kësaj vlen të përmendet që pavarësisht që burrat, dhunuesit, baballarët janë të obliguar që të paguajnë një pjesë të alimentacionit për fëmijët e tyre për shkak të përkujdesjes, prapse kjo pagesë nuk është që bëhet në baza të rregullta, kurse ekzekutimi i dhënshëm nga gjykata i alimentacionit merr kohë këgja gjatë derisa të zbatohet si procedurë. Kështu që pavarësisht që rastet e viktimave të dhunës në familje kanë përparësi, ka zvarritje në sistemin gjyqësor. Po, çfarë mund të themi, Liridon, për dënimet reale në vendin tonë për dhunë në familje, konkretisht tek dhunat, tek gratë, sa janë dënimet reale të themit kënaqshme në kuptimin që t'jenë meritore për atë nivel të dhunës që është kryer? Disa prej qëllimeve të dënimit janë që përveç se personi i cili dënohet mos me kry vepër në të ardhmen, është edhe më njoftu dhe rrethi njerëz tjerë që gjykata dënon nëse të kryen vepër të tillë penale. Do të thotë edhe me qenë edhe ajo çështja e inputit tek njerëz të tjerë që mi parandalu prej një veprime të tillë. Përderisa kemi një trend të tillë të rasteve të dhunës në familje, kjo i bën që a jena të i dënu në mënyrë meritore, a jena të marrë vendimet të duhura kundër persona që kanë kryer këtë vepër penale. Në përgjithësi po flas, gjykata në Kosovë e kanë një politikë butë për të gjitha rastet e veprave penale, përfshirë thash këto edhe te pjesa e dhunës në familje. Dhe kjo në një farë forme mundet të shërbejë edhe si precedent që në rregull, nëse unë marr 50 euro gjob, nuk e paraqet si problem edhe me kry një vepër penale. Pra është një gjop më e vogël se sa të bësh një shkelje shumë të trafik. Përkundrazi, bilem prej donave që na i kena nxjerrë në raport, rezultat që ka pas raste ku ka shkuar me vrejtje gjyqësore, do thotë as gjob nuk është shqiptuar në këto raste, ndonë se kodi penal parashë që këto raste duhet me konë dënimi me gjob dhe dënimi me burgim deri në 3 vite. Mund të shihet ajo që po kërkon veç me i dënu. Jo, edhe nga raporti kemi theksuar që çështja është që institucionet bëhen bashkë, përfshirë këto edhe Ministrinë e Drejtësisë, tash Policinë e Kosovës, Prokurorin e Shtetit, gjykatat, QPS-ja, ZMNV-ja, secili institucion që merret me këtë çështje, është mirë që të takohen, të koordinohen bashkë dhe të marrin të gjitha masat që parandalojnë këtë fenomen. Qëllimi është të parandalohet fenomeni e pastaj kushdo që e kryen këtë vepër penale të merr dënimin e merituar. Çka kena po prej analizës është që shpesh ndodh që në rast të dhunës të familje bazohet thjesht në deklaratën e gruas ose burrit kushdo që është viktime e këtij fenomeni. Dhe bazuar në kodin tonë të procedurës penale, rezulton që përkatësisht qoftë prokuroria, qoftë edhe gjykata nuk mundën me ngrit një akt akuzë ose edhe me dënu dikan me një provë të vetme. Prandaj ne kemi kërkuar te rekomandimet që i kemi dhënë që edhe policia, përfshirë këto edhe prokurorin i cili udhëheq hetimet që të mbledhin më shumë prova sa i përket asaj nëse dikush e raporton një rast këtë rast të dhunës në familje që të mbledhen edhe prova tjera shtesë, qoftë të gjendjen dëshmitar, të bëhet fotografim i vendit ngjarjes nëse dhuna ka ndodhur brenda ambientit të familjes së kështu. Për informim t'ju për shkak se janë disa dëna interesante dhe që dalim prej raportit, këtu rajoni Prishtinës sa i përket numrit të raportimeve prind, si rajon me më së shumti rapportime. Interesante, do të thënë është dikun 78.85% femrat pra. Po, në raport, po, në aspektin gjinor, bjen që 78
përqen e raportimeve janë kur ka pas viktima gra, ndërsa përqindja tjetër i takon burrave, që bjen që Prishtina në farforme mon edhe këtë balancën e përgjithshëm që përna del në përgjithësi të viktimat e dhunës në familje. Të aspekti raporteve mes personet që është i dyshuar dhe viktimes, bjen që dikon rreth 14% e rasteve ndodhen në raportet mes bashkëshortëve, mirë por nuk përjashtohen asë një raport tjetër mbrana marrëdhënies familjare, qoftë vllai ndaj vlllaut, vllai ndaj motrës, ose edhe baba ndaj fëmijëve të tjerë. Do thotë është interesant që fenomeni i dhunës në familje përveç shtrirjes në të gjitha grup moshat e shoqërisë, po është prezent edhe në të gjitha raportet mes anëtarëve të familjes. Dhe ato që e shohën më shqetësuese është që ky fenomen nuk po e janë shkalon edhe të miturit. Do të thotë nëse të miturit rriten në një ambient ku ka dhunë në familje, është problemi që gjosat janë që të njëjtit mund të jenë edhe nesër qoftë viktimë ose edhe dhunues. Prandaj është thirrje për gjitha institucionet që i përmenda më herët, po për neve si organizatat e shoqërisë civile që të ndërmarrim të gjitha iniciativat, hapat, të avokojmë që normalisht të ruhet familja si familje, mirë po në anën tjetër kurdo që ka rastet e tilla të dhunës në familje, ato të raportohen dhe të trajtohen në mënyrën më të dinjitetshme nga ana edhe më profesionale nga ana e institucioneve të drejtësisë, përfshirë këto dhe policinë dhe prokurorin e shtetit. Prandaj kjo thirrje edhe nga takimi përkatësisht rreza që patëm dje, është mirë që patëm një përfaqësim goxha të mirë të institucioneve dhe mundum që edhe ato për ato me udhëzon këto rekomandime, po që normalisht GLBS përmes përkrajes nga Bashkimi Evropian do ta vazhdoj projektin e monitorimit të këtyre rasteve dhe në vazhdimsi do të bëj publikimi edhe të raporteve të tjera për të parë se sa nga këto rekomandime janë marrë parasysh nga ana institucioneve dhe se si po trajtohet dhe në çfarë shkolle po shkon fenomeni i dhunës në familje brenda shtetit tonë. Kur jemi tek drejtësia, po shloja disa prej të dhënave pra të këtij hulumtimi që është bërë, dhe del që kryesisht dënimet më të shumta janë dënime me kusht, duke pasuar nga dënime me kusht dhe dënime me gjobë. Por kemi vredje gjyqësore, gjoba, janë domethënë gjitha me burg, janë vetëm 15% i bie, që i bie një përqindje shumë e ulët realisht me rastet. Mund të themi është çështja pra të zbatimi i ligjit kryesisht, apo kemi nevojë ndoshta të bëjmë edhe ndryshime të ligjeve sa i përket kësaj çështje? Dje në konferencë u diskutua çështja që ka nevojë edhe për ndryshime ligjore, ka sidomos te kodi i procedurës penale, sa i përket sepse kodi parashet që kur viktima dhe i akuzuari ose i dyshuari janë në raport familjar, viktima ka të drejtën që më tërheq prej deklarimit. Dhe në një farë forme, për shkak të varësisë ekonomike dhe situatës në cilën ndodhen viktima, shpesh ndodhet që ato e tërheqin deklaratën dhe që nuk kupton që për atë rast nuk shkohet tutje me akt akuze aq. Mirë, po prapë prokurorët janë të detyruar me vazhdu rastin ex officio, dhe nëse viktima tërhiqet nga deklarata e saj. Po prapë edhe ajo që u diskutuam edhe dje është që ka edhe prej prokurorëve që duke u thirrë në këtë drejtë që ka pola, nuk shkon tutje me procedurë së rast. Prandaj kërkohet që me pas edhe plotësim ndryshim të kodit të procedurës penale për mos specifiku që në rastet e tilla ku ka dhunë në familje mos të aplikohet një dispozitë e tillë. Kur jemi tek gratë, pra viktima, Besarta, përmende pra që është nuk është as pak e lehtë të raportosh dhunën dhe të largohesh nga një dhunues, meqense siç përmendet edhe ju, pra edhe familjet nuk janë mjaftueshëm mbështetëse kur bëhet fjalë për dhunën në familje. Edhe shoqëria, çfarë mund të themi edhe për shoqërinë, sepse shumë shpesh dim edhe të gjykojmë dhe paragjykojmë pra viktimat e dhunës në familje. Sa ndikon kjo pasaj që ato të raportojnë rastet edhe të kërkojnë ndihmë? Po padyshim që edhe një pjesë e fajit pse viktimat jetojnë gjatë në ambiente abuzive dhunuese është edhe faji se çu gjykohemi na prej shoqërisë, duke filluar prej familjes tonë, mandej duke dalë te rrethi më i gjatë. Kështu që padyshim krejt jemi fajtor në një pjesë të tillë, mirë po për gjitha viktimat të cilat janë duke na dëgjuar në këtë momente, është e rëndësishme me ju tregu që dhuna në familje duhet të raportohet në çdo moment që ajo ndodh. Institucionet tona janë të
detyruar me ofru ndihmë në raste të tilla. Përveç kësaj, Kosova ka strehimore të mjaftueshme në secilin regjion të saj ku ofrojnë strehim edhe viktimave nuk ju mungon asgjë brenda aty në strehimoreve. Pastaj ka edhe komuna të shumta të cilat ofrojnë ose banim social ose ofrojnë edhe pagesa të banesave me qira derisa viktima të marrë veten të gjejë një punë dhe të jetë e fuqishme në këmbët e saj. Përveç kësaj ka organizata të shumta, një ndër to është edhe Rrjeti i grave të Kosovës, i cili ofron ndihmë juridike falas edhe gjithashtu monitorim në gjykata, kështu që gratë nuk janë pa ndihmë, gratë nuk janë pa shpresë, vetëm ju vyn kurajo me i kontaktu qoftë institucione, qoftë organizata të shoqërisë civile për me raportu rastin edhe me vazhdu tutje me kërku të drejtat e saj. Kjo është shumë e rëndësishme sepse ndoshta edhe në këtë momenti që ne po bëjmë këtë diskutim mund të na shohin edhe gratë cilat ka nevojë për diçka të tillë, pra nëse kërkohet në momentin pra që ato kanë nevojë të largohen nga një marrëdhënie abuzive, dhunuese, çfarë realisht duhet të bëjnë si hap i parë, sepse mund të na shikojë dikush të nuk di, ok, unë po raportoj, po ku të shkoj tash? Nuk më mbështet familja, jam në rrugë, ku duhet drejtohem së pari? Secili rast është individual dhe ka specifikat e veta. Mirë po, duke u bazuar në rastet të cilat lajmërohen në polici të Kosovës edhe inicojnë rastin e dhunës së familje, padyshim që ato informohen për të drejtat e tyre, informohen që ekziston strehimorja nëse nuk kanë ndonjë hapësirë tjetër se ku ato me u drejtu dhe padyshim që dërgohen në strehimore. Përveç kësaj, një ndër praktikat e cila nuk ekzekutohet mirë në Kosovë është që në shtëpinë ku janë duke jetu do të me qëndru viktima dhe fëmijët, kurse nga shtëpia do të me u largu dhunuesi. Mirë po, për shkak që na jetojmë ende në bashkësia familjare, është problematike që ky lloj i zbatimit. Përveç kësaj, institucionet e shohin më të arsyeshme me i dërgu viktimat në strehimore sesa me dërgu dhunuese në burg. Kështu që viktimat kur të që raportojnë rastin, ato informohet nga institucionet përgjegjëse për gjitha hapa që ato munden me i marrë, nga raportimi, nga kërkesa për urdhër mbrojtje, nga strehimi, pastaj edhe kontakti fëmijëve, ofrimi i ndihmës nga qendra për punë sociale, intervistimi nga prokuroria deri në gjykatë. Kur jemi të urdhër mbrojtja, me që se përmende sa po funksionon realisht, sepse e dim që shumë raste, fatkeqësisht, kanë pasur urdhër mbrojtje, por kanë përfunduar si viktima. Po, Kosova ka pasur raste të shumta të dhunës në familje të cilat kanë qenë me urdhër për mbrojtje aktiv, mirë, po fatkeqësisht viktimat janë vrarë nga dhunuesit edhe institucionet kanë qenë të lajmëruar mbi kërcënimet të cilat gratë kanë marrë vazhdimisht nga dhunuesi pavarësisht se kanë qenë në urdhër mbrojtje, duke marrë për bazë rastin e Hamide Magashit, të cila ka ndodhur në hapësirat e objektit të ÇKUK-s dhe ka ardhur mandej në diskutim ligji për BLZ-kët edhe që atëherë ka funksionu zbatimi i ligjet. Kështu që ky rast na ka pru në fokus ligjin edhe mandej është hinë në përdorim ky ligj. Vlen të përmendet që Kosova mbetet një ndër shtetet shembull se sa shpejt e lëshon urdhrin për mbrojtje. Na kemi raste të shumta të cilat e dorëzojnë kërkesën edhe mbajnë seancën sot, kurse mas dite vetëm aprovohet kërkesa për urdhër për mbrojtje. Domethënë, një prej formave më të shpejta e cila funksionon në Kosovë momentalisht është urdhri për mbrojtje. Mirë po, qysh po funksionon monitorimi i tij, pra mbetet një pikë pyetje. Përmenda më herët që disa prej rasteve të cilat kanë urdhër për mbrojtje ju vendosen BLZ-kët edhe përcillen elektronikisht, mirë po ka një pjesë të madhe të cilat ende nuk i marrin BLZ-kët. Se qysh institucionet e masin nivelin e rrezikshmërisë, sigurisht i kanë format e tyne, mirë po e dim që Kosova është një shtet kogja i vogël dhe me siguru armë është shumë lehtë. Kështu që edhe tek personat të cilët nuk kanë mbikëqyrje elektronike mundet me të ndodh rasti i tillë përsëri. Kështu që policia e Kosovës do të më qenë kogja më e vëmendshme në këtë aspekt, edhe në momentin që thyhet urdhri për mbrojtje, ajo paraqet vepër penale. Në momentin që raportohet një shkelje e urdhrit për mbrojtje, personi duhet me marrë dënimin e merituar, i cili është normalisht në burg. Kështu që përderisa nuk kemi një monitorim edhe zbatim më të mirë dhe më efektiv të urdhra për mbrojtje, viktimat normalisht mbesin gjithmonë në rrezik. Lidon, çfarë mund të themi edhe për mbështetjen psikologjike, jo vetëm të viktimave, por një person dhunues, nga ato çfarë kemi mësuar ndër vite nga psikologët, mund të jetë ndonjëherë edhe një person që është rritur në një familje dhunuese nga prindër dhunues, të cilët më pas ka ndikuar në gjendjen e tij dhe që ato sjellje pra jo të themi trashëguan, po të mirën për
si zakonshme, si normale dhe ai të vazhdon ti përsërit ato sjellje. Këta persona pra të cilët mund të themi arrestohen ose dënohen për dhunë në familje, do duhet ndoshta të ofrohej edhe të paktën një vlerësim psikologjik ose një ndihmë psikologjike viktimave, po se po ajo është e kuptueshme, po edhe për këta persona, sepse edhe kjo është një çështje, dhuna nuk lind natyrshëm, nuk është diçka që nuk e ka një bazë mbrapa. Po, une paraprakishve që e thash këtë çështje që është shqetësuese është që dhunën e familje nuk po i përjashton asnjë kategori. Më e keq është që edhe personat e mjetur në moshën 18 vjeçare po jenë prej këtij fenomeni dhe që thash mund të ndikojnë që edhe në të ardhmen të njëjtit të jenë qoftë edhe vetë dhunues ose edhe të jenë prapë viktimat të dhunës në familje. Pra kjo është shqetësuese dhe kjo duhet të alarmoj të gjitha institucionet përfshirë këtu tash edhe ministrin, po edhe gjitha institucionet e tjera që të ndërmarrin hapa, qoftë në aspektin e këshillimit të të rinjve mbi pasojat e këtij fenomeni dhe tjetra është që të ofrohen edhe ndihmë konkrete si për viktimat ashtu edhe për personat që kanë kryer veprën penale. Për pjesën e viktimave, normalisht ajo që diskutohet që institucionet do të ndërmarrin veprime që e garantojnë asaj pavarësinë ekonomike, banimin edhe çështje tjera, mirë po do të kemi edhe një fokus edhe tek personat që janë dënuar për këtë vepër penale, duke ofruar edhe programe të posaçme që ata të rehabilitohen dhe që në të ardhmen të mos jenë recidivistë të kësaj vepre penale, përkundrazi ata të shërbejnë si një model i një personi që është përmirësuar dhe që nuk kryen vepër penale, qoftë dhunë të familje ose edhe vepra tjera. E thash edhe, po duhem me theksu për pjesën sa i përket viktimave ose viktima potenciale besorta veç nuk po duhem shtu as një pikë, as një presje asaj që e tha. Unë po them që secili prej neve, prej rrethit tonë ku jemi si individ edhe si familje, shoqëri, është mirë që me kontribuar që ta kemi një ambient familjar që është paqësor dhe që thjesht e kryen rolin e familjes dhe që në rastet e tjera kur del për te i këti roli, kur kemi dhunë e familje tjera, normalisht që do të raportohen ato raste, dërsa thirrja jam kryesore është që institucionet të kryejnë detyrat dhe përgjegjësitë që i kanë në raport si me viktimat ashtu edhe me kryesit e dhunës në familje, po edhe çfarëdo vepre tjetër penale. Vetëm kur e kemi një vendisim shoqëror dhe kur kemi një përgjegjësi tamam ose një kompetencë të kryer nga ana e institucioneve, vlerësojmë që këto mund të ndikojnë në uljen e këtyre rasteve, në dhënien e ndihmës ndaj viktimes, po ashtu edhe në dhënien e dënimit meritor për dhunuesit. Dhe një pyetje të fundit, në fakt që desha të bëjmë më parë, por gjatë diskutimit kaluam në diçka tjetër. Në hulumtim u pa pra që dominon Prishtina sa i përket rasteve të raportuara të dhunës. Po themi gjithmonë të raportuara sepse ne ato dhëna i marrim vetëm nga raportimet që bëhen. Janë në fakt reale më shumë mund të themi që kemi dhunë në familje në Prishtinë, apo vazhdon akoma të jetë përqindja, mendoni që është përqindja më e lartë në zona rurale, siç ka qenë në të kaluarën? Tash pjesa që është më mbi populluar Prishtina mund të jetë edhe një prej indikatorëve që ka raste më shumë të raportuar, do të thotë dhunat janë marrë direkt prej policisë, këta numra janë, po thjesht na kemi marrë si numër del që Prishtina ka më së shumti te rajoni i Prishtinës, ka më së shumti raportime për raste të dhunës në familje. Por çka është karakteristike e këtij raporti është që kur marr incidenca në 10.000 banor, cili prej rajoneve ka më shumë raportime të rasteve, del që Mitrovica e Veriut, rajoni Mitrovicës Veriore ka më shumë raportime në raport me 10.000 banor. Po prapse në numrin e përgjithshëm Prishtina prin si rajoni ku raportohen më së shumti raste të dhunës në familje. Ajo që thotë edhe jo dhe në zonat rurale ka raste të tilla, mirë po ndoshta edhe pjesa e zhvillimit intelektual dhe pjesa e frymës që zhvillohet brenda këtyre hapësirave nuk lejon që këto raste të raportohen, ndërsa pjesën ku ka normalisht një shkallë më të lartë të emancipimit që është kryeqyteti, vlerësojmë që ky mund të jetë një prej indikatorëve që ka edhe raste më shumë të raportuara, por kjo nuk nënkupton që edhe ka më së shumti dhunë në familje. Një pyetje të fundit për të dy, meqense ne mund të japim këshilla, mund të japim informacion, mund të japim të dhëna që grumbullojnë për institucionet, por gjithsesi mbetet në dorën e tyre që ato të bëjnë zbatimin e ligjit, po ne si shoqëri çfarë mund të bëjmë që të parandalojmë rastet e dhunës në familje, rastet e dhunës konkretisht ndaj grave?
Sepse dhe ne si shoqëri e kemi një rol të rëndësishëm. Pa dyshim që po, e përmend Liridoni ma herët sa rëndësishme është që të rritemi në një familje të qetë, edhe të mos ketë incidente të rasteve të dhunës në familje, kjo në mënyrë që të kontribojmë në mirëqenien e fëmijëve tonë. Përveç kësaj një rol kaq të madh kanë edhe shoqënia, se ku fëmijët tonë zhvillohen, ku rriten, çka edhe qysh edukohen, kështu që edhe shkolla mbetet një ndër faktorët kryesorë në parandalim të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore. Përveç kësaj, kur ne kemi një anë tjetër i cili po i edukon fëmijët në mënyrë të duhur edhe të qetë, edhe kur e kemi një sistem që është goxha ekzekutiv, që jap dënime meritore edhe jap mbështetje të duhur për viktimat e dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore, dhe në anën tjetër i bën disa programe obligative për dhunuesit që ata kur dalin prej burgut të jenë njerëz më të mirë dhe të kontribuojnë mirë në shoqëni. Mendoj që e kemi arrit një pjesë goxha të mirë të zgjidhjes së problemit të dhunës. Liridon? Më thash, duhet njësim se cili prej vetës të krijojmë një ambient në familje që është një ambient miqësor dhe që normalisht larg çfarë do dhune, qoftë verbale, qoftë dhune psikologjike ose dhune fizike, dhe që ky model pastaj të jetë të shërbejë edhe për familjet e tjera dhe kështu duke shkuar rregullohet edhe besoj që edhe shteti. Po në anën tjetër thash që karshi kësajna përgjegjësia e institucioneve asnjëherë nuk duhet të hiqet dhe secili institucion, secili zyrtar që punon në këto institucione duhet të di që është përgjegjës që të zbatoj legjislacionin e fuqi, të ofrojë ndihmë ndaj viktimave, po ashtu edhe të ndërmerr të gjithë hapat që e penalizojnë në farforme ose që japin një dënim të merituar karshi personave që kryejnë veprën penale, dhunën në familje, po edhe çfarëdo vepre tjetër e cila bie në kundërshtim me legjislacionin tonë në fuqi. Faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit Rreth Rrotull dhe që ndam këtë diskutim bashkë. Faleminderit. Merci. Ndërruar shikues, ne do shkëputemi tani për një blok të shkurtër marketingu për të rikthyer me